Ministrja po aratiset nga radioterapia, ku ishte këtu për të bërë propagandën dhe po shpërgatitur plani i evakuimit të saj, ndodhem tek radioterapia në spitalin onkologjik. Ka ardhur ministrja brenda spitalit dhe jam në pritje që ajo të dalë dhe ta pyes si gazetar në lidhje me çfarë ndodh me gratë të cilat duhet të bëjnë brakjeterapinë sot dhe nuk e bëjnë dot se pajisja këtu nuk punon. Pse nuk e rimbursojnë këtë lloj trajtimi për gratë të cilat vuajnë nga kanceri ginekologjik dhe ky trajtim është tejet i rëndësishëm për to. Duhet ta pyes në lidhje me PET skanin, ku pacient nuk kanë para për të bërë PET skanin dhe nuk e bëjnë si diagnostikim, teksa është shumë i rëndësishëm për pacientët të cilët vuajnë nga kanceri. Dua ta pyes në lidhje me trombektomin. Ka pacientë të cilët psojnë goditje në kokë dhe nuk bëjnë trombektomin dhe arteriografi në QSUT. Por ata që kanë para detyrohen të shkojnë në privat dhe të tjerët detyrohen pastaj ose të vdesin ose të paralizohen. Dua ta pyes për këto 3 çështje vetëm. Nuk e di nëse do dalë apo jo, por unë do ta pres këtu kur ajo të dalë. Ministrja pas ka ardhur për propagandën e sotme, shikoni këto pamje, kanë filmuar nga jashtë hyrjes, ku ministrja shkon tek akselerator linear Treshi sepse aty do bëjnë propagandën e radhës duke përdorur një fëmijë në rastin konkret, nuk ka asgjë të re në trajtimin e këtij fëmije, nuk po bëhet asgjë e re, asgjë e jashtëzakonshme, një trajtim si për gjithë të tjerët, por duke qenë se është fëmijë, janë duke bërë propagandën e radhës. Pra nuk është se ndalen këta përballë asgjëje, teksa është një akselerator linear Treshi, i cili mund të nxjerrë më të mirën si pajisje, por këta nuk janë nxjerrin se nuk kanë pajisjet e duhura, nuk kanë teknologjinë e duhur për ta bërë këtë. Dhe çfarë bëjnë? Bëjnë propagandë. Ministrja po aratiset nga radioterapia, ku ishte këtu për të bërë propagandën dhe po shpërgatitur plani i evakuimit të saj, po aratiset ministrja se nuk do të dalë dhe t'i përgjigjet pyetjeve në lidhje me shërbimin. Vjen këtu, filmon vet, monton vet, publikon vet dhe nuk në parlament nuk e kap dot, në spitale nuk e gjej dot për t'i bërë pyetje. Pse ka frikë kjo ministre? Nëse kjo është shumë e bindur për shëndetësinë dhe transformimin që po i bën sistemit shëndetësor shqiptar, cili është problemi? Ku është ministrja? Jam në kërkim të ministres, me shumë mundësi do dalë nga një hyrje tjetër këtu tek spitali onkologjik për të shmangur pyetje, të cilat janë fare të thjeshta. Për shembull, pse nuk del ministrja dhe të bëj propagandë për këtë zonjën e cila është djegur gjatë trajtimeve që ka bërë me akselerator? Pse ministre nuk shkon tek reanimacioni qendror dhe të interesohet aty për një vajzë 18 vjeçare, e cila për shkak të neglizhencës është duke luftuar për jetën? Një vajzë 18 vjeç. Të interesohet ministre dhe të kuptoj çfarë ka ndodhur me atë vajzën. Pse s'bën propagandë me të? E ndërkohë, ministrja është duke kaluar me makinën dhe duke u larguar nga spitali, sepse siç ndodh gjithmonë, ajo di vetëm të aratiset. Ja edhe ku është makina e ministres, e cila është duke u larguar nga QSUT-ja pas planit të evakuimit për t'u larguar dhe për të mos u përballur me pyetjet, të cilat janë për pacientët. Dhe një ministre që ka frikë të dalë dhe të përgjigjet pyetjeve që kanë bëjnë me pacientët shqiptar, unë nuk e di se çfarë është, përveç se frikacake, nuk e di tjetër çfarë është. Një njeri i tillë që nuk di të përballet dhe nuk përgjigjet për pacientët shqiptar.